Biznesmeni Elton Iliriani ka njoftuar se artistja Parashivi Simaku po i rikthehet muzikës. Përmes disa postimeve në rrjetet sociale, ai ka shpërndar këngën "Jetoj" të Simakut, e ripërpunuar nga një producent muzikor, por jo vetëm kaq, pasi shumë shpejt Parashivi Simaku do të publikojë një videoklip. Premtimi që flutura do të rikthehej po bëhet realitet. Shumë shpejt, një videoklip i sapo mbaruar, Parashivi Simaku shumë shpejt vjen me videoklipin më të ri të xhiruar dje në New York City, shkruan biznesmeni, i cili është gjendur pranë artistes në momentet e saj më të vështira. Ne duhet t'ju themi se biznesmeni Elton Iliriani ka bërë çmos që Parashivia të rikthehej jetës së saj të mëparshme, pasi u zbulua në një televizion amerikan në gjendje mjaft të mjerueshme. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.